Për më shumë se 10 vite ajo ka qenë bashkëpunëtorja më e afërt e Sali Berishës, po flasim për Erla Mhillin, vajzën simpatike dhe të qeshur, e cila edhe në deklaratat më tronditse dinte si të reflektonte qetësi në përqimin e situatës. Erla njihej si imazhi i Partisë Demokratike, pasi për 10 vite dilte në ekran për të përcjellë deklarata të ndryshme. Ajo që nuk dihej është fakti se Erla ka lidhje familjare me kryeministrin Edi Rama. Edhe pse ajo nuk e ka bërë asnjëherë publike këtë fakt, ka qenë vetë Rama i cili ka postuar në rrjetet sociale një moment kur i ka dhënë gazetares librin e tij me autograf dhe ka bërë publik faktin se ato të dy janë kushërinj. Kjo situatë është kapur menjëherë nga kolegët e Erlës, të cilët e kanë pyetur se kë vlerëson më shumë, Berishën apo kushuririn e saj Edi Ramën. Sigurisht, kjo pyetje ka qenë me spec për ta vënë në vështirësi Erlën, e cila u përgjigj. Të kesh Ramën kushuri është rastësi, por të punosh me Berishën është merit. Unë nuk kam ndonjë kënaqësi të veçantë që jam kushurira e Edi Ramës, duke qenë se Rama në një pasazh të librit të tij më ka përmendur mua, kam përshtypjen se më shumë e ka ndjer ai sesa unë. Me këtë përgjigje, gazetarja ka lënë të kuptohet se ajo ka respekt të veçantë për Berishën, për vetë faktin se e ka njohur dhe ka punuar për të për 10 vite rresht. Duhet kurajo për të thënë gjërat si mendon, dhe me sa duket, Erlës nuk i mungon as pak guximi. Sot Erla Mhilli punon si gazetare. Ajo është e martuar me ish prefektin e Tiranës, Keltis Kruja.